Disa persona humbën jetën kur një avion i vogël u rrëzua në një lagje të Kalifornisë të enjtën duke shkatruar një shtëpi dhe duke i vënë flakën më shumë se 10 makinave. Të paktën 10 shtëpi u goditën nga mbetjet dhe automjetet në të dyja anët e një rrugë u dogjën, kur Cessna 550 u përplas në tokë duke lëshuar karburant në një pjesë të San Diegos ku jetojnë kryesisht familje ushtarakësh. Ndihmës shefi i departamentit të zjarrfiksëve të San Diegos, Dan Eddy, u tha gazetarëve se një shtëpi ishte dëmtuar rënd, por se askush në tokë nuk ishte lënduar. Kur avioni goditi rrugën ndërkohë që karburanti derdhej, ai shkatërroi çdo makinë që ndodhej në të dyja anët e rrugës, shtoi ai. Avioni kishte 6 persona në bord, sipas Administratës Federale të Aviacionit të SBA-s. Një nga viktimat u identifikua si Dave Shapiro, një agent muzikor i cili ka themeluar Sound Talent Group me seli në San Diego. Kompania tha se 2 anëtar të tjerë të stafit që ishin në bordin e avionit kishin humbur jetën. Departamenti i policisë së San Diegos tha të njëjtën pasdite se të paktën 2 persona kanë humbur jetën, por skuadrat e emergjencave që mbërritën në vendngjarje thanë se avioni ishte shkatëruar plotësisht dhe ata prisnin që numri i viktimave të rritej. Ndërkohë vetë banorët tregojnë se si kanë ndihmuar fqinjet që të shpëtojnë nga flakët. Menduam në fillim se ishte një tërmet, kishte tym dhe flak kudo, thot një banore, e cila bashkë me të birin kishte vrapuar për të ndihmuar fqinjet që të shpëtonin nga shtëpia e përfshirë nga flakët. Hetuesit kanë nisur tani një hetim për të zbardhur se çfarë ka ndodhur, por të dhënat e para tregojnë se aksidenti ndodhi në kushtet e një mjegulle të dëmtur.